me motivacionin për kontribute fetare. Me një ceremoni të veçantë, Bashkia e Kolonjës i dha titullin qytetar nderi Baba Hekuran Nikolarit, një figurë e njohur për kontributet e tij të vyera në fushën fetare dhe atë shoqërore. Në motivacionin zyrtar theksohet se ai nderohet për kontribute fetare dhe shoqërore, si dhe si njeri që ka mbajtur dhe përcjell vlerat fetare humanitare. Është një titull i akorduar kohë më parë, kur Baba Hekurani ishte ende gjallë nga Këshilli Bashkiak i Kolonjës me propozim të komunitetit Bektashit të Kolonjës. Ai vetë kishte shprehur një dëshirë që të mos kishte një ceremoni madhështore dhe do të priste pikërisht këtë ditë kur mezaret e të qetë Kreshovës të vendoseshin. Fatkeqësisht ai nuk e arriti të ishte vetë fizikisht edhe emocionalisht e bën këtë ceremoni të veçantë, për padyshim të paqë, siç ishte dëshira e tij dhe është mendoj nderi çdo bashkie që do ta kishte qytetar nderi Baba Hekuranin për ato vlera që ai bardh dhe për kushtimin që kishte. Më së shumti Kolonja, e cila në të qetë veta ka një vlerë të madhe në jo vetëm shpirtërore, po edhe fizike në kontributin që Baba Hekurani ka dhënë. Sabri Skënderi dhe Hysen Saliko, miq të ngushtë të Baba Hekuranit, vlerësuan për kushtimin e tij të palodhur ndër vite, duke e cilësuar si një njeri të rrallë që ka ditur të ndërtojë ura dashurie dhe mirëkuptimi mes njerëzve. Baba Hekurani ishte një njeri i rrallë. Ishte një klerik i vërtet. Ai me punën dhe veprën e tij fitoi besimin e të gjithë qytetarëve të rrethit Përmetit, të Skraparit, të Pelenës, por dhe të Kolonjës. Baba Hekurani e kishte taksur vetë këtë datë, që do vinte të ishte në krye të punëve këtu, por ndarja para kohë, kalimin jetën tjetër, nuk ja dha mundësinë. Gjithsesi, me ypët e tija, dhurusit e tija, besimtarët e mëdhenj, që ju siç i pat, e çuan në vend amanetin e tij. Fatjon Skënderi, sekretari i TQ-ve të Përmetit dhe Milena Koçi, administratore e TQ-s Ali Postivanit dhe Frashërit, kanë përgëzuar Bashkinë e Kolonjës për mbështetjen ndaj vlerave të bektashizmit në rajon. Është një nderim i madh që na bëhet nga bashkia dhe nga kolonjarët, nga Bashkia Kolonjë për respektin e Baba Hekuranit. Jemi shumë të nderuar, nuk dim si t'i falenderojmë ta njerëz të mirë të Kolonjës dhe Bashkinë dhe Këshillin për veprimin që bën. Mirënjohje dhe falemnderim për Bashkinë Kolonjë për titullin e veçantë që i dha Baba Hekuran Nikolarit. Baba Hekuran Nikolari është dritë që nuk do të shfuet kurrë dhe drita e tij do shpërndahet kudo ku ka vende të mira dhe të shenjta. Krahas ceremonisë nderimit u përurua edhe rikonstruksioni i rëndësishëm i tyrbeve në TQ-n e Kreshovës, ku u restauruan 8 mezare dhe gjithashtu edhe mezari i Dervish Elmazit në Mekamin e Gjonçit, një hap i rëndësishëm për ruajtjen e trashëgimisë shpirtërore dhe kulturore të zonës.